të largimit të Edi Rams. Ton Berisha, doktor, në Kosovë, ish kryetari i komunës Prishtinë Shpendameti u dënua me 2 vite për shkak për 170.000 euro të padeklaruara. Po këtu Belinda me 300 apartamente, apo Rama me vilë në Surrel, si nuk preken, në Kosovë nuk ka as pak as BKH. Nuk preken sepse Spaku është në kontroll të plot të Edi Ramsi, dashur Tom. Sepse Spaku është një seksion i Partisë Socialiste. Kjo është e vërteta. Dhe vjedhjet e Edi Rams, Lubi Ballukut dhe ministrave të tij ju garantoj se janë miliarda euro. Por në rast e Ballukut, siç e pa dhe ju, kur një prokuror vendosi të zbatoj ligjin, ai u përball me gërsin e pakufishme të Edi Rams, Lubi Ballukut dhe bandave të tyre, u përball me votën e 83 mandateve të krimit në parlament, kështu që faktikisht Spaku është sot thjesht një organizatë e Partisë Socialiste. Marian Geci, në 27 vendet e BE-s, shpenzimet për ushqime përfaqësonin mesatarisht 6.2% të prodhimit brendshëm bruto në vitin 2025. Në Shqipëri, pesha prej 20.4% ishte mbi 3 herë më lartë se mesatarja europiane. Pra shqiptarët, sipas Eurostat, paguajnë më shumë se kushdo në Europë për ushqimin. A duhet një nismë konkrete për çështjen e të